Unë në vitet e 96-97 jam kyç në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kemi vazhduar një kohë të gjatë deri në shkurt vitit 1997 kur janë burgosur nga forcat serbe si ushtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Më pastaj jam dënuar me 10 vjet nga gjykata e atëshme serbe, edhe kemi vazhduar me vujt e dënimit nëpër kazamatet serbe, duke filluar këto në Prizren, Prishtinë, Lipjan, Mitrovicë e Sremit, Beograd, Nish, prapë jemi kthyer në Dubravë të Istogut, prapë Lipjan, prapë Nish, kështu me radhë. Ndërsa tash ne po në vigjilje të festave të lirisë, të pavarësisë që ne kemi sot po festojmë 16 qershorin, ditën e lirisë të komunës së Malishevës, po angazhohemi dhe po përpiqemi që njëkohësisht të rikujtojmë vlerat tona historike, të rikujtojmë dëshmorët tonë, të rikujtojmë familjet e dëshmorëve, veteranët e luftës, invalidët e luftës, e pikërisht tani që po japim këtë intervistë jemi në kompleksin e dëshmorëve të kombit të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, që me mundësitë tona po bëjmë të jashtëzakonshëm që gjaku këtyre dëshmorëve, gjaku i të gjithë të rënëve për liri, i të gjitha gjeneratave që ta rikujtojmë dhe të jemi mirënjohës të gjitha gjeneratave që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.